Kryetari i Bashkisë Puk Rok Dode ka informuar mbi situatën e zjarrit në territorin e bashkisë, duke bërë të ditur se pas ditëve të vështira të përballjes me flakët, të gjitha vatet aktive tashmë në kontroll. Kryebashkiaku Dode ka vlerësuar angazhimin e gjitha strukturave vendore dhe qendrore, të cilat janë përfshirë në menaxhimin e situatës, duke theksuar se punën në terren vijon pa ndërprerje. Sipas tij, situata aktualisht është e menaxhueshme, ndërsa ekipet e angazhuar në terren po monitorojnë vazhdimisht zonat e prekura me qëllim parandalimit dhe evidentimin në kohë të çdo rindezë të mundshme të vatave të zjarrit. Në fokusin e fasë së re të ndërhyrjes do të jetë evidentimi i pasojave të shkaktuar nga zjarrit. Ndodhë se zjarri ishe shumë ditët e djeshme dhe të pardjeshme, kena bërë verifikime dhe kena njerëz në terren duke verifikuar dhe ato problematikat vogla që mund shkaktojnë rindezjen e tyre. Sot një shi që ra në 60% të sipërfaqes ka bërë mujtur që të jemi edhe më të sigurt për zjarret që përfshin këtë territor. Sot Bashkia Puk në ditë në vijim, duke parë edhe gjendjen e përmirësuar totalisht, themi që do të bëjmë takimin e radhës me shtabin e emergjencave dhe do dalim në terren për me bërë verifikimin e tyre danëve që janë shkaktuar nga zjarri. Kuptohet që edhe nëpërmjet kronikave ne kemi identifikuar dhe kemi pasqyruar dhe realitetin ku përveç sipërfaqe pyjore që do të jetë sektori i pyjet që të bëjë evidentimin e tyre, kemi edhe dane që janë bën banesa, ndodh se banesat kanë qenë jo prezant banorët, por ne do t'i përfshim në agjendën e verifikimit dhe komisionet e ngritura nga Bashkia Puk do të njekun çdo hap ligjor për të identifikuar këta probleme. Ne kuptohet në këta zona, në gojanin e vogël, në gojanin e madh, në zonën e Gjegjanit, fshati Gjegjan, edhe pak në fshatin Shkoz dhe në Rryp, ka disa dame të cilat kanë përfshirë dhe infrastrukturën, kryesisht në atë sistemin e vaditjes, ku janë dëmtuar nga zjarri disa kilometra tubacione plastike të cilat kanë qenë të vendosura në shërbim bujqësisë, po ashtu dhe disa muj bloje të cilat kanë qenë në sipërfaqe pyjore të ndërtuara, kanë pas probleme, kështu që ne verifikimin do i bëjmë sipas agjendës dhe komisioni do të jetë në terren duke filluar nga dita e nesërme. Kjo fazë do shërbej jo vetëm për të dokumentuar temet, por dhe për të përcaktuar nevojat konkrete të zonave dhe familjet e prekura në mënyrë që ndërhyrjet e mëtejshme të jenë sa më të shpejta dhe të orientuara drejt nevojave reale.